Zëdhënësi policisë Vesel Gashi njofton se Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, zyrtar policor nga stacioni policor në Prizren, në vazhdim të implementimit të planit operativ për realizim dhe ekzekutimin e urdhëresave gjyqësore. Së më 6 mars 2025 rreth orës 15:30 në Prizren është arrestuar i kërkuari me inicialet TK 33 vjeçar mashkull kosovar, ndaj të cilit gjykata themelore në Prizren kishte lëshuar urdhër arrest. Ai ishte i kërkuar me urdhër arrest gjyqësor nga gjykata themelore në Prizren për veprën penale posedim i narkotikëve. Ndërsa më 7 mars 2025 rreth orës 10 në Prizren është arrestuar i kërkuari me inicialet BQ 45 vjeçar mashkull kosovar, ndaj të cilit gjykata themelore në Prizren kishte lëshuar urdhër arrest. Ai ishte i kërkuar me urdhër arrest gjyqësor nga gjykata themelore në Prizren për veprën penale vjedhje dhe vjedhje e rënd. Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave policore sipas urdhëresave të gjykatës, të njëjtit janë dërguar në vuajtje të dënimit, TK në kozgjatje prej 1 vit e 15 ditë burgim dhe BQ në kozgjatje prej 1 vit e 5 muaj burgim. Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren do të vazhdojë me realizimin e urdhëresave ndaj personave që ende nuk i janë përgjigjur thirrjes së gjykatave.